Policia kufitare dhe njësia policore detare po vijojnë intensivisht kontrollet në të gjithë vijën bregdetare të qarkut Vlorë, ndaj mjeteve lundruese kryesisht ndaj atyre të argëtimit, për verifikimin e dokumentacionit dhe zbatimin e rregullave të lundrimit. Sipas njoftimit të policisë nga 132 mjete lundruese të kontrolluara gjatë ditëve të fundit nga Ksamili në Sarandë, 41 rezultuar në palishmëri. Policia ka bllokuar 41 mjete lundruese, 7 jet ski, 34 gomone dhe skafe. Drejtuesit e këtyre mjeteve lundruese u ndëshkuan për shkeljet si vijon, 3 për shkeljet të perimetrit të sigurisë, e cila masa administrative 100.000 lekë secili, 2 për tejkalim të numrit të personave që lejohen në bord, masa administrative 30.000 lekë secili, 1 për ushtrim të aktivitetit pa licencë, masa administrative 100.000 lekë për secilin dhe 1 për mos regjistrim të pronësisë mbi mjetin lundrues, masa administrative 20.000 lekë, 34 për mungesë të dokumentacionit në bord, masa administrative 10.000 lekë për secilin. Policia kufitare e Vlorës apelon për pronarët dhe për përdoruesit e mjeteve lundruese për respektimin e perimetrit të sigurisë së pushuesve në plazhe, për zbatim me korrektesë të kërkesave ligjore për daljen në det dhe për pajisjen e dokumentacionit përkatës.